Të nderuar shikues dhe dëgjues të mediave të UBT-s, jemi në ditën e 28 nëntorit, festiv. Data 28 nëntor njihet si dita e flamurit kombëtar dhe shpallja e pavarësisë së Shqipërisë. Njëherët në këtë datë përkojnë të jenë edhe dy ngjarje historike, siç është ditëlindja e komandantit legjendar Adem Jashari dhe dalja e parë në skenë e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Kam derën e kënaqësinë të kem në studio një eksperte të politikës dhe profesoresh në UBT, dekanin e Fakultetit të Shkencave Politike, Hajdi Xhixhan. Përshëndetje profesoresh dhe mirë se erdhët. Përshëndetje, mirë se u gjeta edhe është gjithmonë kënaqësi të jem me ju këtu. Po e fillojmë kështu me një pyetje pak më të veçantë. Të flasim pak për Bashkimin Kombëtar. Si mendoni, nëse ishte bërë sot një matje ose një sondazh në Shqipëri, sa mendoni se do të ishte përqindja pro Bashkimit Kombëtar me Kosovën? Unë kuptoj se të ka lindur kjo pyetje, sepse ne në këtë liri të tepërt mediatike që na karakterizon sot, çfarë nuk dëgjojmë dhe çfarë nuk shikojmë. Por unë jam e mendimit që nëse do kishim bërë një sondazh, unë nuk mendoj që përqindja do të ishte e ulët. Mendoj që përqindja do të ishte e madhe, pavarësisht se ne mund të dëgjojmë shumë zëra, të cilët mundohen ose mund të japin një perspektivë individuale të personave ose të një grupi shumë të vogël njerëzish, të cilët mundohen ta minimizojnë këtë përqindje, le të themi. Por unë nuk e shikoj si diçka shqetësuese. Unë jam e bindur që nëse do bëhej një sondazh në Shqipëri, përqindja do të ishte goxha e lartë për Bashkimin Kombëtar. Kjo është një ëndër që ka ekzistuar me kohë dhe unë e shikoj të pranishme edhe sot. A mendoni se do të ishte një përqindje e njëjtë si në Kosovë ashtu edhe në Shqipëri, apo do të variante nga ndoshta këtë lloj mbështetje përcaktojnë edhe emocionet ose interesat ekonomike apo disa faktorë të tjerë? Po tani faktorët janë të shumtë, sepse vetë jetesa është normuar nga faktorë të shumtë. Por unë me sa shikoj, unë jetoj vetë midis Prishtinës edhe midis Tiranës. Duke parë lëvizjet e shumta që po ndodhin sot midis nesh, kjo sigurisht e krijon një ambient më të ngrohtë dhe më njohës ndaj njëri tjetrit. Dhe në këtë logjik të pasur unë nisem të mendojmë që përqindja do të jetë e madhe, sepse normalisht kur njihesh dhe më shumë, pranohesh edhe më shumë. Po flasim gjithmonë në rrafshin social, sepse rrafshi politik është një gjë tjetër. Ajo që unë shikoj më shqetësuese është emigrimi i jon nga Kosova, domethënë nga Kosova në drejt Bashkimit Evropian ose nga Shqipëria drejt Bashkimit Evropian, sesa pjesa e bashkimit ton. Kjo nuk mendoj që mund të diskutohet. Të ndalim edhe pak të kjo çështje, është duke u diskutuar në media dhe duke trumbetuar edhe vetë politikanët se ne do të bashkohemi në Bashkimin Evropian, është çështja që Shqipëria i ka hapur negociatat për Bashkimin Evropian, por Kosova ka ngjecur në këtë proces. A mendoni që ky lloj bashkimi kombëtar mund të jetë i realizueshëm në sferën e Bashkimit Evropian në tërësi? Shiko, unë nuk përjashtoj asnjë lloj mundësie, sepse tani bashkimi jonë nuk është vetëm dëshirë sociale dhe e njerëzve, se kjo nuk ka vënë diskutim fare që ekziston, por ka dhe pengesa politike ndërkombëtare dhe të brendshme, që duhet ta themi. Tani integrimi i Shqipërisë në organizata ndërkombëtare, si në rastin konkret Bashkimit Evropian, sigurisht do ta ngrej Kosovën në një stad edhe më të lartë, sepse ne kemi parë deri më tani, pavarësisht me të metat e veta, sepse asnjë politik nuk është perfekte, qoftë nga ana e Shqipërisë, qoftë nga ana e Kosovës, pra nuk mund të përjashtojmë këto lloj pengesash, por unë kam parë që në çfarëdo lloj përparimi që Shqipëria ka bërë, gjithmonë Kosova ka shkuar drejt atij drejtimi duke kaluar në një nivel më të lartë. Kështu që nuk është domethënë nuk është ndonjë çudi e madhe që edhe mund të ndodhi, ajo më shumë lidhet me aftësinë ton politik të menaxhmentit politik, le të themi, të dy vendeve, për të menaxhuar mirë të gjitha hapësirat politike në arenën ndërkombëtare për të arritur qëllimin tonë. Çfarë mendoni, çfarë përfaqëson 28 nëntori për shqiptarët në dimenzionin historik dhe kulturor, edhe si e ka ruajtur fuqinë e saj të jetë një datë historike edhe për te i kufive të Shqipërisë së sotme? Tani data është ka të bëjë me luftën shërimtare të popullit shqiptar. Por kjo është ajo që e mban gjallë, sigurisht janë kurrikulat
arsimore, në të cilat ne mësojmë dhe me sa di unë është po e njëjta kurrikull që jepet në Kosovë, por edhe në trevat e tjera që mësohet, po flasim gjithmonë për kurrikulat historike, pra fryma mbahet gjallë, kujtimi mbahet gjallë, edhe trashëgohet nga brezi pas brez. Po sigurisht janë edhe familjet, sepse është edhe ambienti familjar i cili e trashëgon atë ndjesinë dhe kulturën nga brezi në brez dhe mbahet gjallë. Nuk e di nëse ishte kjo përgjigje që realisht do të ishte kjo, me qenë se kapet edhe një dimenzion ndoshta të arsimit edhe nga arsimi është kryesorja. Shiko, arsimi është kryesorja, sepse arsimi edhe pse un jam, domethënë, për një histori të njëjtësuar për në të gjitha trevat ku janë shqiptarët. Domethënë se pavarësisht se pas rënies së regjimit komunist e tutje në Shqipëri, ka pasur një debat të madh dhe vazhdon ende të jetë, kryesisht në rangjet shkencore, që historia jonë është deri diku e ka ende deri diku, nuk është liruar, le të themi, e plot nga ideologjitë komuniste politike që kanë pasur. Kështu që kjo krijon disa le të themi deformime të historisë, por me një vullnet politik shumë të thjeshtë nga të gjitha palët, qoftë edhe në Kosovë edhe në Shqipëri, në krijimin e një historie të njëtrajtshme, e cila mësohet si në Kosovë, si Shqipëri dhe të gjitha trevat e tjera shqiptare, detyrimisht ne plotësojmë kriterin për të trashëguar atë kulturë historike kombëtare që na karakterizon si kombë. Të ndalemi pak të marrëdhëniet ndërmjet dy shteteve, Kosovës dhe Shqipërisë, si qëndrojnë ato sot në sferën politike, dhe a mendoni që ka luajtur një rol të veçantë takimi dy qeverive që është inicu përpara dhe ka vazhduar, mirë po tash ka ngecur në disa aspekte që nuk po takohen. A mendoni që ka luajtur një rol të ruajtjes së kësaj date ose edhe datave tjera historike që ndërlidhen me shqiptarët? Tani, datat historike ruhen me kushtetut. Edhe kjo është gjë e mirë, që cila do parti që vjen, nuk e prek atë pjesë. Ajo vendoset dhe vazhdon. Tash përsa i përket marrëdhënieve, sigurisht nuk kemi marrëdhëniet tona nuk kanë qenë perfekte. Jo se kjo ka ndikuar, le të themi, në rrafshin social, se unë shikoj njerëzit shoqërit nuk ndikohen shumë, por në rrafshin politik. Tani ky është një diskutim shumë i gjatë, që ne mund të flasim, ne pak a shumë jemi të informuar edhe nga mediat, për shumë arsye. Unë e përmenda edhe më parë, politikat tona nuk kanë qenë perfekte. Si ajo e Shqipërisë nuk ka qenë perfekte, si ajo e Kosovës nuk ka qenë perfekte. Por për një gjë unë jam e bindur që nga të dyja palët nuk ka pasur tendenca. Domethënë, ose le të themi, dua të mendoj që ka ardhur për shkak të disa le të themi mangësive pa ndonjë rëndësi ose pa dashakejsi. Sigurisht që unë do të loboja më shumë për një komunikim më të ngushtë midis dy qeverive, qoftë Kosovës edhe të Shqipërisë. Kam parë disa hapa pozitiv kohë të fundit, që më vjen mirë, mendoj që do ta kapim ritmin. A mendoni që dallojnë në fusha të ndryshme, për shembull në kulturë ka më tepër evente se çka pas më përpara, ndoshta nevojitet ende urgjencë në këtë aspekt kulturor, por në cilat fusha mendoni që ka prosperitet të bashkëveprimit ndërmjet dy partia. Gjithmonë në rrafshin politik mendon apo edhe shoqëri dy shteteve. Tani në rrafshin social unë nuk shikoj ndonjë problem. Domethënë më pëlqen sepse unë kaloj për ditë student dhe kur dëgjoj mbresat e tyre kur shkojnë për Shqipëri dhe flasin më pëlqen që kanë një komunikim vërtet të çliruar ndaj çdo lloj kompleksiteti që mund ta ketë karakterizuar më parë marrëdhënien midis nesh edhe ju këtu. Kështu që ky është, unë e shikoj një hap pozitiv. Se bashkimi, shikoj, nuk ka për të ardhur asnjë nga politika, bashkimi do vi vetëm nga shoqëria. Unë kështu e mendoj. Domethënë jemi ne, njerëzit e thjeshtë, pa ngjyresa politike që do sjellim bashkimin. Politika do mundohet, por në fundit ne do e sjellim. Kështu që e shikoj, domethënë rinia më pëlqen kjo pjesë, qoftë nga ana e Shqipërisë, qoftë nga ana e Kosovës, kanë një komunikim vërtet shumë të ngushtë. Do kërkoja më shumë komunikim në shkencë, në arsim, në ekonomi absolutisht, edhe pse kjo pjesa e ekonomisë prek shumë interesa të tjera dhe ndërkombëtare. Domethënë ka pengesat e veta politike, nuk është aq. Se unë nuk mendoj që mungon vullneti nga të dyja partitë për të pasur një marrëdhënie ekonomike më të ngushtë midis nesh, por ka pengesat e veta që ne i dim deri diku. Edhe për shkak të statusit të Kosovës, që statusit ndërkombëtar që Kosova ka, pra ka shumë pengesa që nuk janë dhe fort të lehta për t'i zgjidhur, pra duan atë kohën e vet. Por thash, ne jemi një shoqëri që pavarësisht për një periudhë të caktuar kohe jemi zhvilluar ose evoluar në rrugë të ndryshme,
Ne prap, me aq sa unë shikoj ditë për ditë, në thelb jemi shumë të njëjtë. Kështu që kjo do të na ndihmojë të shkojmë prap aty ku ne synojmë. Çfarë mendoni se mund të ndryshojë në 10 vjeçarin e ardhshëm në këtë aspekt të bashkëveprimit? A mendoni që do të ndryshojë për së miri, apo futja në Bashkimin Evropian e Shqipërisë ndoshta do të zbej pak të çështjet e bashkëveprimit shtetëror? Po pse e mendon këtë ti? Po mendoj që ndoshta do të ketë një lloj tjetër politike që do të përfshihet Shqipëria, pastaj do të ketë ndoshta në kufi, do të ketë mangësi ose do të ketë barriera për të hyrë, për të dalë këto çështje që ne sot mund të kemi më të mira. Po, shikon, ne duhet parë se si do shkojnë gjërat, sepse synimi i Bashkimit Evropian nuk është vetëm integrimi i Shqipërisë, pavarësisht se ne kemi bërë goxha punë drejt se rruga. Por ideja kryesore ka qenë integrimi i Western Balkans, pra i Ballkanit Perëndimor, si një tip, që kjo do të ishte edhe më ndryshe. Unë nuk e shikoj në atë pjesë, sepse pavarësisht se do të jesh antar i Bashkimit Evropian, sigurisht që shtetet do të kenë edhe politikat e tyre të brendshme që mund t'i normojnë me rregullat brendshme. Domethënë nuk e shikoj, edhe pse mund të trumpetohet nëpër media që mund të ketë pengesa, unë nuk e shikoj. Thash edhe një herë që proceset sociale të shoqërive mund të jenë pak të avashta në realizimin e tyre, por janë gjithmonë më të sigurta se ato politike. Këtë 10 vjeçarin e ardhshëm e shihni me prosperitet. Unë jam natyrë pozitive, edhe do të shkoj të gjitha gjërat në pozitive, kështu që për fund, profesoreshe, cili do të ishte mesazhi juaj për këtë datë historike për të rinj ndoshta, por edhe për gjithë ata që na shikojnë? Po, unë mesazhin më shumë e kam për brezat e rinj, sepse shikoj që ka një tendence, pa qëllim të keq faktikisht, instinktivisht, drejt një lloj modernizimi, sepse të gjithë synojmë perëndimin e të shumëtash, por unë jap një mesazh për të rinj që nuk duhet të harrojnë traditën, nuk duhet të harrojnë vlerat, nuk duhet të harrojnë datat e rëndësishme dhe trashëgiminë kulturore. Nuk duhet të harrojmë me të gjitha, edhe të gjitha përpjekjet e të gjitha atyre heronjve, njerëzve, individëve, figurave të rëndësishëm, të cilët kanë dhënë shumë që ne jemi sot këtu. Ju falenderit shumë për pjesëmarrjen në këtë podcast dhe urime 28 nëntori. Faleminderit, urime edhe juve. Urime së bashku. Faleminderit shumë. Të dashur shikues të mediave të UBT-s, urime edhe për juve 28 nëntori. Gëzofshi gjithmonë me familjet tuaja dhe me rrethin shoqëror. Për më shumë informacione, vizitoni ubtnews.com.